Ndryshe Hoxha po më është taku shpesh edhe me komandantin tonë legjendar Adem Jashari. Ki disa thonje të mrekullueshme kur je taku me ta. Mund shmi ndasonte për publikun. Adin e kam gjithmonë një pengesë shumë të madhe, sa drejt ta kom thënë edhe një natë. Kur flas për komandantin legjendar Adem Jasharin edhe për familjen Jasharin përgjithësi, domethënë sa më kujtohen ajo familje, vetë jam duket edhe më i vogël se sa jam. Për shkak të sakrificës të madhe, për shkak të atij vetmohimit që kam bë, e që realisht e ka të i kalu interesin edhe individual edhe familjar të tyne, për arsye se nuk është lehtë me e bë dikush atë që kanë bë ata. Andaj janë familje, mendoj janë krenaria e kombit shqiptar, padyshim, edhe do duhet të mbeteshin frymëzimi ynë ndër breza, që njeriu në situatat caktume dhashtë Zoti kur mos paqim nevojë për sakrificat këtilla. Kjo është lutja ime edhe duhet ta kemi parasysh këtë se trinjt nganjëherë ndoshta entuziazmohen, sidomos ata që nuk e përjetuan luftën, nganjëherë munden me rrëmbehen nga entuziazmi dhe thonë, ti s'bë edhe një herë luftë, unë kisha luftu për vendin tim. Jo, luftën nuk do të më dëshiru. Për arsye se lufta kurrëherë nuk sjell të mira, gjithmonë sjell vetëm të këqija. Për atë arsye uroj edhe lutem që kur mos paraqitet në kombin ton nevoja që një familje ose shumë njerëz të kenë nevojë të flijohen për kauzën ton, e cila gjithsesi ka qenë e drejtë. Kanë qenë njerëz të mëdhenj kur e bën mend njëri se prej çfarë prindash janë rrit, edhe janë eduku. Prej bab Shabanit edhe non Zahidës, mendoj këta dy me i njoft mirë, atëherë nuk është çudi me thonë pse Baci Rifat, Zoti i dhash ymër të hajrit, është i ktill, e pse Hamza edhe Ademi legjendar të Zoti i mëshiroft pse kanë qenë të ktill. Nuk kam diçka me nda, po mendoj sado që të flasim e kom taku, më ka thonë kështu, tha kështu, ishte kështu, këto munden me u mbajt men edhe munden me u harru. Shumë më rëndësi është puna e idealit edhe e kauzës, e ne pastaj e kemi emanet mbi supet tona që atë ideal për çka njerëzit sakrifikun. Me dhon jetën, domethënë ke dhon më të shtrejtën që e ki. Dikush ka dhon shëndetin, dikush ka dhon gjymtyr, dikush ka mbajt burg për këtë vend, për lirinë e këtij vendit. Gjitha ato sakrifica janë përgjegjësia jonë që ne t'i ruajmë. Si do t'i ruajmë? Do ta ruajmë mirëqenien, harmoninë, sigurinë. Ky është minimumi. Nëse themi unë nuk i bëj keq askujt, ky është minimumi. Ama nuk bën me u mjaftu këtu. Kjo është niveli 0. Nëse bjen nër këte, keron minus vajhalli për ty. Minimumi është ti mos me i bëj keq askujt. Mirë po, më tepër se ka, çka do të bësh? Çka do të bësh për me avancu këtë shoqëri? Që ky vend të ecë përpara, të zhvillohet, të rinia të ruhen prej dukurive negative, që është mendoj sfidë e jona si shoqëri në përgjithësi. Këtë emanet e kemi të dëshmorëve dhe e kemi të gjitha atyre veprimtarëve ndër breza, pra jo vetëm të këtyre të luftës të fundit. I ki të thonjit mira që e taku me tënë 4-5 ditë para se me ndërpo. Apo don me zor me minxjera? Unë e duroj torturën shumë, s'mundesh me zor me mirë, për hir të respektit. Faleminderit. Pak ditë para epopes prekazit, në një prej kontakteve, më duket se ka qenë i fundit me Ademin, i thash, këtu ku jeni jo, është pozicion shumë i pafavorshëm për me luftu, se vend ku e kanë shpinë, e kanë ndërtu shtëpinë për me jetu. Thash, e pakta, gratë dhe fëmijët me i pas largu pe i këtuajt, e ju burrat e keni da menën me luftani. Tha, neve tha baba, tha na kam mësu që i madhe i vogël, tha me jetu edhe me luftu edhe me vdek për këtë vend. Pura e gra. Edhe ashtu ndodhi. Tash, prap nëse kthehemi me gjona hipotetike që sigurisht që nuk pëlqehen, sikur të mos ndodhte të kështu, a do ta kishte gjithat jehon pushka e Ademit? Sigurisht jo. Sikur të vriteshin, ndoshta shumë pa lidhje kjo çka po flas, sikur të vriteshin vetëm burrat, do ta kishte jehonën, se edhe shumë burra tjerë u vranë. Mirë po, ajo jehona e parë ishte e qëllume, ishte e rëndësishme, dorën zemër
u mobilizu ose u vu në shërbim të kauzës ashtu si duhet prej komplet atyre strukturave veprimtare aso kohë, edhe lështi Zoti pastaj edhe miqt edhe aleat ndërkombëtar. Ishte pra kauza ajo e cila i ngriti njerëzit për ta mbrojtur pragun e shtëpisë, po njëkohësisht ishte edhe kauza e qëllume ajo e cila i lëvizi gjithë botën e avancume, të përparume, gjithë aleatët ndërkombëtar për me ardhe dhe me ndal një të keqe e cila sigurisht se pa ndihmën e Zotit s'pare gjithsesi, po Zoti pastaj punon me sebepe, sikur se themi ne, edhe pa intervenimin e jashtëm që të ndalej një gjenocid i cili ishte, si me thonë, turpi i njerëzimit në këtë shekull. Shqyqyr Zotit që jemi sot kështu edhe flasim, po duhet të mos harrojmë se dikush ka merita për këtë liri të cilën e gëzojmë. Unë konsideroj se prej begative të prekshme të Zotit nuk ka begati më të madhe se sa liria edhe siguria. Andaj, atë duhet të ruajmë me shumë fanatizëm. Askush nuk bën të lihet hapësira as e drejta askujt ta cenoj as lirin, as sigurin, të vetën, tjetrit, të përgjithshmen, për arsye se këto gjëra janë të shejta. Sigurisht. Don Mikel? 2 fjalë për përjetimet e luftës, se ti ke pas disa përjetime. Po sa dhe famderit, pak nuk e kom bash let me u kthy aty në përjetimeve. Unë faktikisht nga 94 dhe 99 kam qenë në Rom specializim dhe ka marrë ku mas ku e kështu, po gjithë ka marrë me peripeci, kom pas shumë probleme me hinë Kosovë, se me ndonin se jam të shku aty të propagandu politika, nuk di qka. Dhe një javë para luftës erdha, kam qenë në rrethin e Gjakovës, në bishta zhenë saksisht, morë informatën se Don Viktor Sopi që nuk ka pas armë dorë, po ka pas armën e dashurisë dhe ka ndihmuar njerëzit, ishte kanali aty ku ushtarët qarkullonin me Shqipëri e gjitha dhe kuptohet ju ka gjetë ndihmë të disa herë kanë ra, domethënë ka pas lëndu me gjitha ato dhe më njoftuan që faktikisht siguria është, domethënë, jo qëndrueshme dhe rreziku është i lartë për te. Dhe erdha që ashtu atëherë u gjetëm aty dhe pas një kohë më lajmëruan një mik aty erdha që kishte problem, ishte i maltretuar shumë herë. Edhe erë më lejmëroj, thas, mi dha disa informacione që unë i pasigurie madhe dhe kështu që unë e bona që personelin të largojnë nga ty dhe mi dha vetë, unë ngella vetë aty. Por asy se mendoj isha, shka do që tjetë, isha nështë ma nuk e di në situatat saktume që të nxjerrna pak ma letë prej përgjësive. Kam qenë i vetë mi antari i familjes në Kosovë, mi kanë nxjerrë dëbu gjitha, janë ndjekë shtëpit e familjes gjitha, kanë dalë Maqedoni dhe masat e rinë shpërnda, kush ka mujtë. Po nuk jam largun nga detyra, kam nejtë në atë vend me popull dhe familjarët të masakruarve të mejes i kam pas afër, jam kujdesu për ta, kanë qenë me qindra, kuptuot, jam shpëndana për familje, 3 herë mu kanë thy dyrë të shtëpijës, më kanë një natën, dhe më thonë të maskum, të në më formum, të armatosën, drejtu me armë, por e kom pas një qetësi dhe i kom thonë që nuk ka mas që mund të mbuloj identitetin e dikujt, çka do që të bëni mrena këtij vendit, për arsye se nuk ka këtu vend për ju. Ne jena në shërbim edhe ju lutem që të largoheni, nuk e di, ishte një mrekulli që kaloi ashtu, ne kena pas viktima ashtu, por ndoshta po më keq që po shpreh, por mos kishte qenë prezenca ime aty, sigurisht do të ishin viktimat 5 vishuara.